Kryeministri Edi Rama nuk po e finalizon dot skenarin për ndërtimin e kullave në truallin pranë kadastrës në Tiranë, sepse i ka dështuar sërish pazari me ndërtuesin e paracaktuar. Në fletoren zyrtare të datës 25 shkurt 2026, drejtoresha e Korporatës Shqiptare të Investimeve Elira Kokona ka publikuar njoftimin numër 47 fraksion 8 datë 23 shkurt 2026 me objekt shtyrjen e afatit të aplikimeve për projektin e kullave të kadastra. Në njoftim thuhet, Korporata Shqiptare e Investimeve njofton të interesuarit se aplikimet për procedurën konkurruese, zhvillimi nëpërmjet sipërmarrjes publike-private të projektit Lift Tower, të caktuar për datën 30 janar 2026, do të zhvillohet më 19 mars 2026, siç duket mes qeverisë dhe firmave të interesuara për ndërtimin e kullave pranë kadastrës, po zhvillohen negociata pasi shtyrja e përsëritur e ankandit ka krijuar dyshime mbi arsyet reale të vonesës. Pas projektit të quajtur rihetëzimi i godinës së kadastrës, parashikohet ndërtimi i një kompleksi me 3 kulla, nga 40 kate mbi tokë dhe 7 kate nën tokë. Kullat parashikohen të përdoren për banim, zyra, ambiente tregtare, hotel, rezidencë studentore dhe parkime. Sipas projektit, 100% e sipërfaqeve të banimit dhe 60% e sipërfaqeve tregtare, zyrave dhe parkimeve nëntokësore do t'i kalojnë partnerit privat. Shteti si pronarit truallit do të marrë 40% të sipërfaqeve tregtare, zyrave dhe parkimeve, ku përfshihen edhe zyrat e reja të kadastrës së përgjithshme. Kjo është shtyrja e 6 e projektit. Afatet janë shtyrë në nëntor 2024, janar 2025, maj 2025, shtator 2025, 30 janar 2026 dhe së fundmi me njoftimin e datës 23 shkurt 2026. që e çon ankandin më 19 mars 2026. Në 3 shpalljet e para për projektin e kullave të kadastra shprehën interes kompanitë Edil Alit, DK Construction One Corp dhe Alco Impex, por procedurat u anulluan me argumentin e ofertave të paleverdishme. Deri tani janë përzgjedhur projektet e bashkimit të 6 studiove private, Bauku Studio Associato, Muoto and Sam Chermayev Office, Yellow Office, Bollinger Grohman, Atmos Lab, Simoy Bodvin dhe Archimede. Vonesa e vazhdueshme e projektit lidhet me mosmarrveshje mbi kushtet e zhvillimit dhe ndarjen e përfitimeve mes palëve të përfshira.